Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se Serbia nuk do ta njohë Kosovën pavarësisht presionit. Dëshirojnë të ushtrojnë sa më shumë presion mbi Serbinë se si të njohë Kosovën, u tha Vučić gazetarëve, duke ju përgjigjur pyetjes nëse Serbia mund të jetë në rrezik nga rajoni, pasi Gjermania ka dhuruar shumë më të mëdha të hollash për forcat e sigurisë së Kosovës. Ai theksoi se kjo nuk do të ndodhë pavarësisht se sa i madh është presioni dhe sa do që t'i rajnë serbët, e ndërkohë që ne të heshtim. I pyetur për të komentuar heshtjen e komunitetit ndërkombëtar në lidhje me rrahjen e Nenad Rashković, Vučić u përgjigj se gënjeshtra monstruoze po vijnë nga Prishtina, e po ashtu dhe heshtja e komunitetit ndërkombëtar është e tillë. Diplomati i karrierës Zoran Milivojević vlerësoi se qendrat perëndimore të pushtetit me në krye NATO tolerojnë politikën e spastrimit etnik ndaj serbëve që ndërmerr Prishtina. Shembulli i fundit i cilis është rrahja e Nenad Rashkovićit nga Zubin Potoku dhe se synimi final është që serbët i detyrojnë të njohin pavarësinë e vetëshpallur të Kosovës. Milivojević për Tanjuk tha se synimi i Prishtinës me në krye kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti është të ndryshojë situatën faktike dhe të sjellë si popullin serb ashtu dhe Serbinë përpara murit, pra që përmes forcës t'i detyrojë të njohin diçka që nuk munden, shtetësinë e Kosovës. Anëtari i kryesisë dhe deputeti i listës serbe, Srđan Popović, tha sot se situata e sigurisë për serbët në Kosovë është mjaft e rëndë dhe se gjithçka që ndodh, rrahja e Nenad Rashkovićit, bastisjet, kontrollet, arrestimet, shembjet në ujman, krijojnë atmosferë kaosi në të cilën populli serb nuk mund të ndërtojë të ardhmen. Kjo atmosferë që institucionet nga Prishtina po përpiqen të krijojnë, veçanërisht në veri të Kosovës, duhet të ndalet një herë, tha Popović, i cili veçanërisht troqi vëmendjen në pamjaftueshmërinë e deklaratave nga komuniteti ndërkombëtar që të dënojnë këtë sjellje. Hulumtuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović thotë se nga pozita e integrimit evropian është e pamundur të vlerësohet progresi total i Kosovës drejt Unionit, veçmas nga dialogu me Beogradin. Nëse Kosovës do t'i jepej statusi kandidatit, kapitulli 35 i negociatave për Kosovën, sikurse beson ai, do t'i referojë dialogut të Brukselit, pra monitorimit të zbatimit të marrëveshjeve në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Beogradin. Analisti politik Artan Muhaxhiri beson se është jo realiste që Prishtina po i kërkon në Unionit Evropian që në eurointegrim të anashkalojë hapat që lidhen me dialogun me Beogradin, sepse rruga drejt Europës, si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë, varet nga mënyra se si do t'i zgjedhë çështjet më urgjente. Muhaxhiri thotë se Unioni Evropian nuk është gati të pranojë problemet që kanë Kosova e Serbia brenda kornizës së saj institucionale. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës erdhën sot në parlament në orën 11 ku kërkuan vazhdimin e seancës konstituese të Kuvendit të Kosovës dhe zurën vendet e tyre në sallën plenare. Në sallë kishte vetëm deputet të këtyre dy partive, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Petri Hamza dhe deputeti i Aleancës Burim Ramadani, thirrën nga foltorja liderin e vetëvendosjes Albin Kurtin që ta kthejë procesin në rrjedhën kushtetuese dhe të konstituojë Kuvendin e Kosovës. Nuk pati njoftim zyrtar për vazhdimin e seancës deri në fund të këtij lajmi. Analisti Lulzim Peci paralajmëroi se kryeministri kosovar në mandatin teknik dhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti pas 6 shtatorit kur përfundon afati 30 ditor prej nisjes së seancës konstituese të parlamentit, mund të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme. Kjo, sikurse tha ai, do të ishte diçka që Kosova nuk e ka parë më herët. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Artan Behrami tha se vendimi që do të shpallet në gjykatën speciale më 16 shtator shkakton ankth për Albin Kurtin dhe se kryeministri në mandatin teknik me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në shtator ka për synim të ndalë festimet në rast lirimi të liderëve të UÇK-s ose protesta masive nëse vendimi është dënues. Ashtu si dhe në ditët e kaluara, nesër në mëngjes moti do të jetë i kthjellët dhe i freskët dhe gjatë ditës do të jetë me diell dhe i ngrohtë. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 20 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditës nga 30 deri në 34 gradë Celsius. Të dielën dhe të hënën moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me temperaturë mbi 35 gradë Celsius. Të hënën në fund të ditës dhe të martën do të ketë vranësira kalimtare dhe freski me shi, rreshe shiu dhe bubullima.